Jo, prit, se s'kam folur asnjëherë për revistën time Trevull. Për diplomimin e Nuk kam folur asnjëherë për revistën time Trevull, këtu s'kam bërë asnjëherë reklam. Të përfitoj dhe unë nga rasti se mbase bëhem dhe influencer, kuj dihet. Kështu që tani, çfarë dohet të thoje? Vazhdo. Unë dohet të thoja këtë, pyetja ime që s'po marr përgjigjen është diplomimi i dijeve. Po pse duhet na çifikoj sistemi diplomën, ju lutem? Po mos flasësh fare, sepse ke rrezik për mjekët e vërtet. Po ke mjek të vërtet me ato. Njën mendja tani ka mjek të vërtet. Po ti çfarë? Po na mori më qaf mjekësia e Facebookut. Po merrni në qaf njerëz, po vdisnin njerëz. Ore po vdisnin njerëz, më e kuptoni? Kush po i vdes? Ja, me këto citate që jemi në Facebook. Jo, e ke shumë gabim, edhe zgjohu të lutem se je gjumë thellë. Më vjen shumë keq, jo, unë në zgjuar më vjen shumë keq. Kafe nam. Po më dëgjoj tani. Po pikërisht. Edhe nuk mund të kesh shëndeti me atë lëngun e zi aty, sepse dëgjoni personin e sistemit. Super mo. Po për ju një doktor nga klinika e profesor Mustafa Xhani dhe tha, Ornela duhet të vinë të bëjmë një emision ke Bardhasia, sepse kjo mjekësi që po shfaqet në Facebook dhe në rrjetet sociale, përdorni këtë për të përdorni atë, po vdes njerëzit. Okej, ndaluat e mjekësi. Po argjojnë dhe lek.